Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 21 korrik i vitit 2025. Lidhem nga Genting Highland i Malajzisë. Sot është data 20, sot është ditë e shtunë dhe me mua kam mikun tim Frymëzim Dautin. Sot tema e bisedimit që kemi me Frymëzimin do quhet Shqiptarët që ndrojnë me Iranin. Arsyeja pse po e themi këtë gjë është për arsye se në këto momente Irani po qëndron me të vërtetën. Irani është duke luftuar dhe duke derdhur gjak për t'i dhënë fund gjenocidit në Palestinë, po megjithatë, çfarë ndodh në mediat kuislinge shqiptare, që nga ministri i jashtëm grek i Shqipërisë Igli Hasani e deri te televizionet sikur Syri i Qimpekës dalin lloj-lloj servilash shqiptar që nga A2 CNN, Tropoja e çfarë televizione Euronews e çka ka tjetër, Tirana e Shqipëria, ndoshta edhe Kosova dhe Maqedonia, kanë dalë lloj-lloj servilash të cilët thonë që ne duhet të qëndrojmë me Izraelin kundër Iranit, e para. E dyta, ka një fushat të egër dizinformacioni ku mediat e kontrolluara nga amerikanët dhe zionistët në Shqipëri portretizojnë idenë sikur Irani është shtet terrorist, sikur Irani po kryen gjenocid në Gaza, sikur Irani e sulmoi Izraelin, sikur Irani ka sulmuar dhe bombarduar Sirin, Libanin, Irakun, Yemenin, sikur Irani e dogji Libin, sikur Irani e përmbysi regjimin e Saddam Huseinit në Irak dhe ka turlifar mashtrimesh dhe gënjeshtrash që hidhen kundër Iranit. Në mënyrë që këto gënjeshtra dhe dizinformacione që hidhen ti dekonspirojmë, sot me Frymëzimin do të tregojmë pse shqiptarët qëndrojnë me Iranin. Kur dal nëpër televizionet që mftojnë të Tiranës dhe argumentoj pse Irani është demokraci, pse Irani nuk është shtet terrorist, por shtet terrorist është Izraeli, pse Izraeli është shteti i vetëm që nga momenti që është krijuar ka derdhur vetëm gjakje dhe krime, moderatorët e Tiranës që trëmben nga amerikanët, por edhe nga qeveria shqiptare, më thonë privatisht aman mos i thuaj ato gjëra. Kurse sot ne me mikun tim Frymëzim Dautin do argumentojmë pse shqiptarët janë dhe duhet të jenë me Iranin dhe pse ata që janë kundër Iranit janë me gjenocidin dhe me zhdukjen e palestinezëve. Përpara të flasim me këtë temë, të bëjmë rezumen e ditës. Për ju që keni ndjekur postimet e mia në internet, lufta ndërmjet Iranit dhe Izraelit sot ka hyrë në ditën e 7, agresioni që nisi në datën 13 qershor i paprovokuar nga iranianët, ka marrë përgjigjen iraniane. Iranianët, edhe pse duan që mos të ketë luftë, atyre nuk po i lihet opsion tjetër, po vetëm që të luftojnë. Dje, ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ishte në Gjenevë, ku takoi trojkën të ministrave të jashtëm të Gjermanisë, Francës dhe Britanisë Madhe, ku këta tre ministra të jashtëm evropian, iranianëve i kërkuan që jo vetëm që të dorëzojnë projektin e tyre nuklear paqësor që ata kanë, por i kërkuan që të shkatrojnë edhe raketat e tyre balistike. Kuptohet që iranianët nuk janë si Muammar Gaddafi apo si Saddam Husseini,
ata nuk do t'i dorëzohen zionizmit, por i thanë jo trojkës evropiane, sigur i kanë thënë jo edhe amerikanëve, dhe janë të gatshëm që të luftojnë deri në fund për të mbrojtur adeun e tyre. Për personat që kanë ndjekur fjalabie videot e kolonel Dritan Demirajt, i cili është një person që ka punuar dhe punon me zionistët dhe me mujahidinët terroristë iranian, Dritani në mënyrë të sinqert, Dritan Demiraj, po i tregon gjithë shqiptarëve se si sulmet iraniane e kanë shkatëruar Izraelin. Koloneli amerikan Douglas Mac, ja harrova si e ka mbiemrin, deklaroi përpara 2 ditësh që Irani ka shkatëruar 1/3 e Tel Avivit. Edhe pse regjimi Benjamin Netanyahu pretendon se izraelitët kontrollojnë qiejt e Iranit, fakti është që edhe Irani i kontrollon qiejt e Izraelit. Raketat, dronat iraniane vazhdojnë që ta sulmojnë Izraelin dhe në këto momente regjimi i Benjamin Netanyahu të shumë i dëshpëruar. Përpara 3 ditësh apo 2 ditësh, kur Irani sulmoi një qendër ushtarake në qytetin e Beershebas, ku u dëmtua edhe një spital, kur kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu shkoi aty, ai duke që ishte i dëshpëruar në fytyrë, deklaroi që ne do vazhdojmë, do të godasim programin nuklear iranian dhe do t'i shkatrojmë edhe raketat. Po kur e pyetën gazetarët e çfarë do bësh më mbrapa, ai tha është detyrë e popullit iranian që të rrëzojë regjimin që ka. Megjithatë, ndryshe nga kalkulimet e zionistëve kur ata nisën sulmin kundër Iranit, popullata e Iranit është mobilizuar e tëra, ata që janë musliman, ata që nuk janë musliman, ata që mbajnë shami, ata që nuk janë fetar, të gjithë janë mobilizuar përreth Imam Khamenei dhe janë të gatshëm që të mbrojnë adeun e tyre nga agresioni zionist. Dje Benjamin Netanyahu, sikur njoftonte edhe Jeruzalem Posti, ishte shkuar në Washington të takonte presidentin Trump së bashku me shefin e IDF-it, por Trumpi refuzoi që ta presi dhe Netanyahu e priti vetëm zëvendës presidenti J.D. Vance. Por përveç kësaj, çfarë ka ndodhur në orët e fundit, është që me sa duket lobi zionist ja ka mbushur mendjen Trumpit, që por ndryshe nga premtimet e tij elektorale, tani më Amerika me sa duket do hyjë në luftë. Pasi ministri i jashtëm Agaci kur ishte në Gjenevë refuzoi diktatin e trojkës evropiane, ne kemi në këto momente avion luftarak amerikan dhe luftania amerikane që janë larguar nga gjiri persik dhe janë vendosur në Mesdhe, nga frika e sulmeve iraniane. Kemi amerikanët që kanë evakuuar bazat e tyre ushtarake në Katar dhe në Arabinë Saudite dhe në Irak, dhe avionët i kanë vendosur në Kipron greke, dhe në anën tjetër, sikur përmenda, britanikët dje kanë urdhëruar të gjithë qytetarët britanik dhe ambasadën e tyre që të largohen nga Teherani, dhe këtë e kanë bërë shumë vende, ndër të tjera edhe Malajzia sot ka larguar ambasadën e saj nga Teherani dhe ka urdhëruar gjithë qytetarët malajzianë që të largohen. Çfarë do thotë kjo? Kur mbyllen ambasadat, i bie që këta kanë marrë urdhër apo u është kërkuar nga amerikanët që të largohen, sepse më pas do të vinë bombardimet. Tani ngelet për të parë në ditët në vijim se çfarë sulmesh do të bëjnë amerikanët kundër Iranit, por kemi hyrë ndoshta në fazën e fundit të rendit të ri botror që amerikanët themeluan që me rënien e Bashkimit Sovjetik. Jemi dëshmimtar të ndoshta apo më saktë agresionit të fundit kundër botës islamike, që është goditja e Iranit, dhe kriminali luftës Benjamin Netanyahu
personi që është duke kryer gjenocid, që për ata që shohin lajmet nga Gaza për ditë, sharron edhe vret rreth 100 palestinez të uritur, ku palestinezët është duke i vrarë me uri. Ky person, i cili që kur u bë ministër i jashtëm i Izraelit dhe më pas kryeministër, shkatroi të gjithë projektet e paqes në lindjen e mesme, ka marrë përhundësh të gjithë presidentët amerikanë dhe i ka detyruar ata që të shkatrojnë të gjitha qeveritë arabe. Tani më ai, ashtu sigur babai i tij, kriminali i luftës Benzion Milevski, nxënësi i terroristit ukrainas Vladimir Jabotinski, sa duket janë duke bërë fazën e tyre të fundit të luftës finale kundër botës së Islamit. Frymëzim, bëra një hyrje të gjatë, pa fjalën ty të thuar çka ke për të thënë. Faleminderit Olsi, i përshëndesim djegësit, të gjithë këta çka i thatë kuptohet që pajtohem me ju. Ju jeni më aktiv në mediat e Shqipërisë dhe t'u tregoj të drejtën, unë nuk kisha mundur të hyj në dialog në një atmosferë siç që hyni ju. Kur ju bisedoni me ata gazetar, provokator, që fjala ju nënshmojnë për ideologjinë tuaj apo për idetë tuaja apo për ekspertizën tuaj, unë nuk do të kisha mundur në një atmosferë të tillë që të bisedoja, të bëj një bisedë dhe për këtë ju përuroj për nervat që i keni të uleni dhe të bisedoni apo nëpërmjet Skype-it apo Zoom-it të bisedoni me këto, dhe biseda juaj e fundit në emisionin të pa ekspozuar Ylli Rakipi ishte një shembull i tillë. Ju po ashtu e pash edhe pak ministrin e punëve të jashtme, nuk e dija se ishte ministri i punëve të jashtme, kur filloi që ta lavdroj Izraelin, po unë e ndrova programin se nuk dua të merrem, po nga ju kuptova që ai qenë ka edhe ministri i punëve të jashtme. Edhe Pra etnik duhet grek. po, edhe përderisa e ndjem veten grek, është e drejta e tij dhe si zakonisht më kujtohet më në Shqipëri këta minoritetet e marrin ministrinë e punëve të jashtme. Më kujtohet Pascal Milo, një herë ishte ministri i punëve të jashtme dhe si zakonisht shkojnë me minoritetet që të jenë më të sigurt se ata mbajnë anën e interesit të tyre, janë kundër muslimanëve dhe si të tillë do të jenë në shërbim të sionizmit apo të çifutërisë ndërkombëtare. Ne edhe kryeministrin e kemi vllahun maqedon, jo vetëm ministrin e jashtë. Edi Rama është Ndoshta edhe çifut, ai lavdrohet se është çifut për shkak se nuk e ka prejardhjen nga Shqipëria, sipas Wikipedias. Nëse Wikipedia nuk i ka të dhënat të sakta, atëherë unë e tërheq. Po unë mendoj se ai deklarohet në çifut nëpër konferenca ndërkombëtare, prandaj dhe i bëjnë shumë sajgi, i bëjnë shumë e shërbejnë shumë nëpër konferenca ndërkombëtare sidomos. Tani në Maqedoni, mbas asaj, jo që e përfaqësoj unë Maqedoni, po kuptohet që është atmosfera më e lehtë, ne si zakonisht e dënojmë Izraelin, besoj unë që shumica jemi në krah të Iranit. Unë kam deklaruar që në fillim që mbaj krahun e Iranit dhe kështu do të mbetem. Ju e përmendët më herët se Irani nuk është e vërtetë që i ka sulmuar Izraelin nëpërmjet Jemenit apo luftat që janë bërë Libanit. Unë për ta argumentuar këtë thënie tuaj, unë do të kisha thënë që në 300 vitet e fundit Irani nuk ka sulmuar asnjë shtet. Pra këta kufi që i ka sot, i ka pasur edhe prej 300 viteve më herët, dhe historia, të paktën ne që e njohim, nuk njohim që ka bën një aktivitet agresiv. Përderisa Izraeli, që 70 vite apo sa ka që ekziston, nuk mund t'i numrojmë sa shtete ka sulmuar deri sot, dhe është e pa kuptim që të thuhet që agresor është Izraeli. Tani për në Kosovë, po ashtu propaganda e bën të veten, po ashtu pash shkurtimisht një bisedë në Klan TV ku një kosovar katolik
i cili çdo ditë në fjalë thoshte, a e dini çka u bë më 8 tetor 2023, a e dini çka u bë më 8 tetor 2023, kjo aludon të sulmi Hamasit në Izrael. Dhe si zakonisht ata që janë në debat, ato mbrohen, po e dënoj unë tetorin 2023, po unë do t'i kisha preferuar që ata që me të vërtet duan ta mbrojnë palestinezët apo në këtë rast edhe Iranin, vetëm të pyesin se çka ndodhi në tetor 2023. A vran fëmijë, apo dhunuan gra, apo vran civil. Ishte një sulm ushtarak i suksesshëm. Dhe të gjithë ata të burgosur që mbahen sot në Gaza janë ushtarak izraelit, të cilat janë marrur rrop luftën me uniformë. Pra mos tërhiqen si argument kur ata na sulmojnë se çka ndodhi në tetor 2023, duhet të jenë krenar për atë rezistencë që e treguan palestinezët, dhe unë jam krenar me aktivitetin e Hamasit në tetor 2023, për shkak se e shpërthyen izolimin që më shumë se një dekadë mbahen në një logor, dhe prandaj ju uroj, edhe pse mbas 2 viteve gati se ata ende rezistojnë. Këto ishin edhe pikpamjet tona se nuk do të dorëzohet Gaza dhe Hamasi, dhe ende rezistojnë, dhe për çdo ditë marrim lajme se vriten ushtarët izraelit. Tani nuk do të hym në statistika sa janë vrarë, për shkak se mbahen të fshehura, po shumë janë vrarë dhe kryesorja vriten për çdo ditë. Tani, përderisa ata kërkojnë nga Irani që t'i dorëzoj armët, atëherë unë mund ta them parimin e Hamasit, të cilat thuajnë që ata çka do të kërkojnë prej nesh të na i marrin armët, ne do t'u marrim atyre shpirtin. Pra kjo duhet jetë edhe moto e Iranit. Ata evropianët apo amerikanët që kërkojnë nga Irani të shuajnë projektet e tyre për industrinë e mbrojtjes, ata vetëm duhet t'ju thuajnë, nëse ju donit na i mirëni këto, ne do t'u marrim shpirtin. Dhe vetëm në atë rast ata do të tërhiqen. Pra kjo është përsa i përket edhe Maqedonisë dhe Kosovës, ku ka një propagandë të madhe pro-Izraelit, po kuptohet që e njoh edhe Kosovën. Jam edhe pjesërisht nip kosovar dhe e di që populli është me Iranin dhe me Palestinën. Ata që ka bëjnë propagandë janë të gjithë të shitur apo me tru të shpërlarë. Përderisa në Shqipëri ju jeni më ekspert për atë, dhe dim që ata besojnë se çifutët e mbajnë pushtetin dhe sidomos mediat i kontrollojnë atë, dhe përderisa kanë interes financiar, ata e bëjnë këtë politik pro-Izraelit, por nuk është se edhe ata janë pro-Izraelit, është për shkak se paguhen dhe kanë interes. Nëse rrethanat ndryshojnë, që sipas gjitha gjasave do të ndryshojnë në favor të Iranit, atëherë do të shiqojmë që edhe gazetarët dal nga dal do të fillojnë ta kritikojnë edhe Izraelin, po edhe politikanët e tyre, qeverinë e tyre, të cilët janë krah të Izraelit. Tani nëse hym në luftën se çka ndodh, apo para se të hym, duhet ta përmendim që sot në Stamboll është mbledhur konferenca islamike. Organizata e konferencës islamike bëjnë pjesë gati se të gjithë shtetet me popullsi muslimane, ku dhe Shqipëria. Më është- fal, Po. në frymëzim përpara se dalësh te konferenca islamike, thjesht dua që të tregoj për ilustrim se si Izraeli po përdor agjentët e tyre, OJQ të tyre, që të mbysi këto zërat alternativ, dhe një shembull është kjo organizata SCIDEV, the Center for Innovation for Development, ku drejtoresha e tyre, një sorosiste, doktor Bleriana Bino, që na shikon videot e mia dhe të tuat, dhe e përshëndesim Blerianën, se do të na shohë edhe tani, në një prononcim që ka dhënë për median e sorit, reporteri Pikal, sulmon ato media dhe portale që tregojnë anën e vërtet. Dhe ajo thot mbështesin Iranin. Ndër të tjera, Bleriana Bino i thot Birnit, ndryshe nga aktorët e tjerë, Irani mbështet drejt për drejt tërthorazi disa media
në gjuhën shqipe duke targetuar veçanërisht Shqipërinë. Përmes këtyre mediave, Irani kërkon të krijojë konfuzion, të dobësoj lidhjet strategjike të Shqipërisë me Perëndimin dhe të ndikojë në stabilitetin e brendshëm të vendit. Media iraniane ose pro-iraniane në gjuhën shqipe përfshin agjencinë Fars dhe portalin Gazeta Impact. Pra, çfarë thot kjo sorosiste, e paguar nga amerikanët dhe zionistat, thot që ne që tregojmë se çfarë po ndodh me të vërtet, ajo thot që janë Irani nga mbrapa dhe i bën këtë që të kryej konfuzion. Pra, që të tregosh që Irani është i pafajshëm, që kundër Iranit u bë sulm, që Irani që nga viti 1979 sulmohet, që Irani, Iraku, Siria, Libia, Jemeni e gjithë bota muslimane, me në krye Palestinën, janë sulmuar nga zionizmi ndërkombëtar. Sipas saj, kjo është për të bërë konfuzion. Kemi edhe një gazetar tjetër, Emirion Senja, që ka dhënë po ashtu disa deklarata, ku shqetësimi i këtyre që sponsorizohen nga sorosistët e kanë hallin se në mediat shqiptare po dalin informacione të cilat dekonspirojnë hasbarën izraelite. Se këta persona çfarë duan? Këta duan që në Shqipëri të mos ketë më liri informacioni, të mos ketë dy anë të historisë, por sikur thot edhe artikulli i reporterit i bërë nga Vladimir Karaj, edhe ky një gazetar sorosist, ai thot sipas ekspertëve të mediave të dezinformimin, për ndarje këtyre informacioneve propagandistike njëra palë tjetrën, është tregues i dobësive sistematike etj etj. Pra, çfarë këta persona kërkojnë të bëjnë, është që këta duan që të vendosin censur. Këta në emër të dizinformacionit duan që t'i mbyllin gojën njerëzve. Duan që në mediat shqiptare të dali vetëm versioni që këta duan, versioni i zionizmit ndërkombëtar. Vazhdo se të ndërpreva. Po, Olsi, dhe kanë ndikim ata me këtë propagandë çka e bëjnë. Dëgjojmë nga shumë njerëz, po edhe në qytet nga kontaktet çka i kemi, se ja që Izraeli është duke e shkatruar Iranin dhe se Irani qenë ka shumë i dobët, po ne do të kemi pak sabër. Pra për shkak se e gjithë propaganda e tyre do të bi në ujë së shpejti. Flasim për shkatrimin e Iranit, fjala e kontrollojnë qiellin e Iranit, aeroplanët Qifut, po të gjithë këta janë gënjeshtra. Tani nuk ka ende asnjë fakt, sot jemi dita e 9, ndoshta që ka filluar ky konflikt, se ndonjë aeroplan të jetë incizuar apo parë në qiellin e Iranit. Nuk ekziston. Të vetme që kanë hyrë disa dronë, po edhe ata ka pasur sukses mbrojtja iraniane kundërajrore që ti rrëzoi, dhe aeroplanat nisen prej Izraeli apo prej Kipre, po ndoshta edhe prej Shqipërie, nuk e përjashtojmë si mundësi, nga baza e qifutrisë ndërkombëtare ushtarake në Shqipëri, dhe hynë në territor të Sirisë prej Izraelit dhe të Irakut, dhe prej aty gjuajnë raketat e tyre dhe kthehen në bazat e tyre. Pra deri në këtë moment nuk kemi asnjë evidencë apo fakt se ata kanë penetruar në qiellin e Iranit. Dhe në momentin që besoj unë që ata mund të tentojnë të hyjnë, atëherë do të shiqojmë edhe rrëzimin aeroplanëve ushtarak amerikan F-16 dhe F-35. Tani çka është qëllimi i Izraelit? Më fal të ndërpres edhe një herë, shipe ky reportazh nga Syri TV, ku kjo kaptonarja e Tiranës, Gjeta Gani, që do jetë martuar me një çifutën që e shpall veten çifute, shipe çfarë thotë. Irani kërkon të zhduk Izraelin nga harta.
në një kohë që agresori është Izraeli, në një kohë që vendi i vetëm në linjën e mesme që ka bombë bërthamore është Izraeli, në një kohë që ministri i brendshëm i Izraelit Ben Gviri kërcënoi me Hiroshima dhe Nagasaki Izraelin, atë Iranin, në një kohë që i gjithë perëndimi kolektiv i është vërsulur Iranit dhe e anatemon Khamenein dhe Iranin dhe thot ne nuk duhet ta lejojmë Iranin që të marri bombë bërthamore, por Izraeli mund të ketë bombën bërthamore, në një kohë që është krijuar ky gogoli, sikur Irani po të marri bombën bërthamore do të shuhet njerëzimi, kur faktikisht bombën bërthamore në historinë e njerëzimit e ka përdorur vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E përdorën kundër Japonisë, kur Japonia u dorëzua, ai kriminali presidenti Harry Truman do të hedhi bombën atomike në Nagasaki dhe në Hiroshima, do të zhduki me 10 mira japonez, dhe ky Çanbirçeni më pas do të kryej edhe shtetin e Izraelit, dhe shi çfarë bëhet? Shi çfarë dizinformacioni dhe hasbara. Në një kohë që agresori është Izraeli, Irani tregohet si agresor. Në një kohë që Irani i bindet NPT-s apo Non-Proliferation Treaty, si quhet ajo, marrëveshjes për mos përhapjen e armëve bërthamore, dhe Izraeli nuk është pjesë e kësaj, dhe Izraeli në mënyrë hajduçe ka zhvilluar programin e tij nuklear, në një kohë që ky vend ka histori krimi dhe përdorimi bombësh bërthamore, në një kohë që ky vend është duke vrarë njerëz me uri, duke kryer gjenocid në Gaza, shifet çfarë bën Hasbara zioniste. E tregon Iranin si fajtor dhe jo Izraelin. Ma bëj halal, mund vazhdosh. Jo, po kjo shqiptarja Çifute e cila është në Izrael dhe që ka marrë banesë me paratë e cionizmit, kjo mërzitet për hallin e vet, se nëse duhet të largohet prej atij duhet të kthehet përsëri në Shqipëri. Prandaj me paratë e akuzon cionizmit Iranin, dhe në tokë të vjedhur arabe, kjo është një hajdute. Kjo është një hajdute, po, se kjo shtëpinë e saj e ka në një tokë të vjedhur arabe. Dhe kjo vazhdon dhe çfarë ndodh është që mediat shqiptare marrin këto plera sepse kanë frikë pronarët e tyre se mos amerikanët dhe zionistët u arrestojnë dhe u shkatrojnë pronarët, prandaj bëhet edhe kjo. Po, frymësim vazhdo se ndërpreva. po, Elsi, vetëm pak ajo fjala se duhet Izraeli të fshihet nga harta. Tani kur thohet kjo nuk nënkupton diçka gjenocidale, nuk është, nëse thuhet kjo në aspektin politik, për shkak se kemi hartë politike ku janë të vizatuar shtetet, dhe është në kuptimin që nuk mund të ekzistojë Izraeli si një shtet apartheid. Dhe kësaj po ashtu e përkrahën dhe e gjithë konferenca islamike, të cilët janë mbledhur sot në Stamboll, dhe të cilët kërkojnë që të dënohet Izraeli për gjenocidin në Gaza dhe për sulmin kundër Iranit. Dhe kuptohet që nuk mund të ekzistojë Izraeli në këtë formë dhe mënyrë, dhe kur thuhet që duhet të fshihet nga harta politike, duhet të kuptohet që duhet që ky shtet apartheid mos ekzistojë, dhe unë e përkrahi këtë mendim, jo në aspektin që të vriten njerëzit, po në aspektin që të rregullohet sistemi dhe ata çka duan që të jetojnë aty, le të jetojnë aty, por të gjithë banorët të jenë të barabartë, dhe si duket këtë do ta shiqojmë shumë shpejt. Për shkak se Izraeli kishte disa qëllime me këtë sulm. Kuptohet që interesi i parë ishte i kryeministrit Çifut që mos ketë një marrëveshje nukleare mes Iranit dhe SBA-s, dhe që ta sabotoj atë marrëveshje, asaj i arriti. Qëllimi i dytë i Netanyahut ishte që ta fusë SBA-n në luftë kundër Iranit, dhe për këtë përpiqet ai dhe mediat e çifutërisë ndërkombëtare që t'i arrijnë, dhe që sipas mendimit tim ja kanë arritur. Pra Trumpi e ka dhënë vendimin që të sulmohet Irani. Mirë po, do të hyj pak më vonë, do t'i tregoj sepse nuk e sulmon tani për tani. Tani qëllim tjetër Izraeli kuptohet e ka si qëllim Frymëzim, që më fal, po, kemi edhe 10 minuta, duhet ta mbjedhim, s'kemi çfarë të bëjmë.
në E po mirë, zionistët na e shkurtimisht, prishën Microsoftin. I vetëm përmbledhin për 10 minuta. qëllimet, po, i përmbledhi. Pra që të shkatroj programi nuklear të Iranit. Qëllim tjetër është Izraeli që Irani mos ketë raketa, të cilat e rrezikojnë sigurinë e tyre, kuptohet që raketat e Iranit dëshmojnë që janë precize dhe shkatrimtare për Izraelin. Qëllim tjetër është kryesorja është ndrimi i regjimit. Pra mos ekzistoj ky regjim, të vinë një qeveri kuku dhe sipas gjithë gjasave ata e kanë përgatitur pra princin e Iranit, i cili është djali i shahut të fundit të Iranit, dhe që nënkupton se në kryet e Iranit do të vinë një çifut. Pse do të vinë një çifut? Se ky princi është në moshë dhe nuk ka djalë, dhe 3 vajzat që i ka, njëna është e martuar dhe ajo është e martuar për një çifut. Dhe nëse vajza bëhet mbretnesh e Iranit, ajo do të nënkuptoj me automatizëm se ai çifuti do ta udhëheqë politikën e Iranit dhe kuptohet ata do të arrijnë që ta coptojnë Iranin dhe ta ndajnë sipas interesave të çifutërisë ndërkombëtare. Dhe si përfundim ata besojnë që nëse shuhet forca e Iranit, ata do të mund ta bëjnë Izraelin e madh dhe të zgjerohet Irani dhe kështu njerëz që prej Shqipërisë shkojnë dhe thuajnë se jemi çifut, do të vinë njerëz edhe prej Afrikës dhe shteteve të tjera për një jetë më të mirë në tokën e arabëve dhe palestinezëve. Pra këto janë qëllimet e tyre, po kuptohet që nuk do t'ja arrin atyre qëllimeve. Tani pse SBA-ja apo presidenti Trump e tërhoqi vendimin e tij apo e shtryu vendimin e tij për diaf, edhe pse i kishte marrë vendimin, këtë nga e kuptojmë nga postimet e tij në faqen e tij të Truth Social, ku thoshte se unë nuk jam për një armë pushim, po për diçka më të madhe, pra ajo diçka më e madhja ishte sulmi i Iranit. Tani nga ajo çka arrita ta kuptoj, ishte që ushtria amerikane ka refuzuar që ta zbatoj urdhrin e presidentit Trump, për shkak se kanë thënë nëse ne sot e sulmojmë Iranin, siç e kishte dhënë ai urdhëri, të gjithë ata ushtarë që janë në linjën e mesme, në bazat ushtarake, flota detare e SBA-s e cila është në Bahrein, flota ajrore e SBA-s e cila është në Katar, dhe ushtarët në bazat ushtarake në Siri, në Irak, në Jordan, në Arabinë Saudite, ekzistonte rrezik i madh që ata të gjithë do të shkatrohen, ushtarët do të vriten, anijet do të zhyten, aeroplanët do të shkatrohen. Dhe mbasi që e kuptoi se nuk është e mundshme që ta sulmojnë Iranin, ai e shtyni për dijavë dhe tani kuptojmë që dal nga dal anijet largohen nga Persish Golf, si quhet, Golfi Persik, Gjiri persik. Gjiri Persik, dhe nga Katari janë larguar aeroplanët dhe ushtarët janë tërhequr prej Sirie dhe kuptohet që këta ambasadorët i ka kap panika të gjitha ambasadat boshatisën, të gjithë qytetarët që janë gjerman apo të tjerë largohen në Jordan vinë aeroplanët prej Gjermanie ushtarak dhe i marrin, i tërheqin, pra është një zbrazje e Izraelit për në moment, për shkak se besohet që do të filloj sulmi i SBA-s. Mirë po, Trumpi, si njeri i çmendur dhe pak budalla dhe plak, ai kërkon që një së parit për këtë luftë të ketë mbështetje nga populli amerikan. Mirë po, mediat e SBA-s këtë nuk arritën që ta bëjnë. Shqipe, më gjitha falë, anketimet, po. Gjatë kohës që po flisni, po luaj këtë video se si izraelitët janë duke hikur me anije në mas për në Qipro, domethënë po bëhet nomi me zionistët, po largohen si lepuj. Po. Po, si dhe po ashtu janë duke u kacafitur në Partinë Republikane Konservatore, të cilat thuajnë që ne votuam për Trump për shkak se ai na premtoi paqe dhe largim nga luftrat. Pra Trumpi i ndjek mediat dhe shqyqon që nuk e ka atmosferën në favor të tij. Tani nëpërmjet anketimeve, se i shiqoj unë edhe Fox TV, më konservator, të cilët i pyesin qytetarët dhe thuajnë a jeni ju që Irani të ketë bombë atomike? Pra pyetja kështu dhe kuptohet ato të thonë jo, jemi kundër. Dhe i shiqojnë ja amerikanët janë kundër që Irani të ketë bombë atomike dhe hajde ta sulmojnë. Por kjo kuptohet që nuk e përfaqëson
mendimin e popullatës amerikane, të gjithë shumica e amerikanëve janë kundër kësaj lufte. Dhe po ashtu Trumpi kërkon fitore të sigurt. Pra i kërkon nga gjeneralët që t'ja sigurojnë fitoren, për shkak se kuptohet që ai është një karakter narcisist dhe nuk mund të pranoj se mund të humbe. Po nëse hyn në këtë luftë, po ashtu i kanë thënë disa qartje më të ngushta që rrezikohet që edhe ta humbim këtë luftë. Tani ai thotë që do të përdor disa bomba të cilat i shpërojnë bunkerët dhe do të mund që t'i shkatrojnë ata qendrat nukleare të Iranit, po kjo nuk është e vërtetë. Irani i ka të forta ata dhe nuk do të arrijnë asnjë qëllim. Dhe kuptohet që kur i bën këta kalkulime, kjo nënkupton që edhe nëse sulmohet Irani, nuk do të ndryshoj asgjë prej sot. Irani është i përgatitur për këtë luftë. Stoqet apo magazinet i ka të mbushura me raketa dhe do të shohim që brenda këtyre 2 javëve, sa tha presidenti Trump, që do ta marrë vendimin përfundimtar, unë besoj që ndoshta nuk do të mund që Izraeli të qëndrojë edhe 2 javë, për shkak se janë duke ju harxhuar të gjithë ata interceptors, të cilët i sulmojnë raketat e Iranit, dhe lufta në Ukrainë i harxhoi të gjithë magazinat e interceptors apo të raketave kundërajrore të Evropës, Gjermanisë dhe SBA-s, dhe tani në një pozitë ku janë edhe në Ukrainë në luftë, edhe në lindjen e mesme, si duket perëndimi nuk e ka më atë pushtet, dhe dal nga dal do shiqojmë që Izraeli do të tërhiqet, do të kërkoj armë pushim, dhe mbas gjitha gjasave, si mbas situatës që e shiqoj unë, mbas 2 javë apo 3 javë, mund të shiqojmë një marrëveshje ndërmjet Iranit dhe SBA-s, po kuptohet kjo nuk do të jetë sipas kushteve të perëndimit. Duhet ta mbyllim këtu se na mbaroi minutazhi. Unë mendoj të fundit, unë mendoj që ndoshta amerikanët do sulmojnë, megjithatë kjo mbetet për tu parë, por në mënyrë që t'i tregoj këtyre që na akuzojnë neve për dezinformim, po luaj këtë video të kompozuar nga një këngëtar amerikan, Lucas Gage, që është bërë me artificial intelligence, ku amerikanët janë të lumtur që Irani po bombardon Tel Avivin. Pra, nuk është vetëm në Shqipëri, në Ballkan, në Kosovë, në Maqedoni, që njerëzit janë me Iranin kundër Izraelit, por urrëtia kundër Izraelit është globale. Do e luaj këtë muzikë, po nuk e di a do e dëgjosh dot. Nëse nuk e dëgjon, ma trego. E dëgjon? E dëgjon muzikën? Të vjen muzika? Jo, nuk ka zë. Po fotografia shiqo. 1 seconds, wait, unë të shohim edhe një herë. Share sound. Okay, tani derisa e bën ti them edhe disa fjalë. Jo, se po luaj. Tani e dëgjon? Po. Okej. Pasi kemi vetëm 1 minutë, do na mbyllet. Dua të them që njerëzimi është me Iranin. Tani nëse SBA hyn në luftë, atëherë Rusia dhe Kina nuk do të lejojnë që të bie shteti i Iranit dhe do ta përkrahin shumë më shumë se sa që tani janë vetëm në luftë Irani dhe Izraeli, po që e kanë mbështetjen e perëndimit, dhe do ta shfrytëzojnë Iranin për të rrëzuar të gjithë aeroplanët e SBA-s, që ta kenë më lehtë, mandej ta ndrojnë rendin botëror, për shkak se vetmja fuqi ushtarake e SBA-s i ka mbetur aviacioni i tyre. Nëse edhe atë e humbin, atëherë do të ketë një rahati edhe për Kinën, edhe për Rusinë, dhe kuptohet për botën islame, dhe prandaj i dëshirojmë iranësve që të qëndrojnë, të luftojnë dhe sukses, dhe besojmë që së shpejti do ta gëzojnë fitoren e tyre. Amin, inshallah. Përmësim, faleminderit. Video duhet mbyllet nga momenti në moment. Ju uroj miq që na shohin. Selam aleikum wa rahmetullah. Nëse Zoomi na mbyllet më njëherë. E dëgjon muzikën? Po, dëgjoj.